Deputeti demokrat Bujar Leskaj ka dhënë dorëheqje nga posti drejtuesit politik për qarkun e Vlorës pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit. Në një reagim publik, ai ka paralajmëruar dorëheqjen nga mandati i deputetit pas 2 vitesh për t'i lënë vendin kandidatit pasues në listën e hapur. Në reagimin e tij, Bujar Leskaj deklaron se dorëheqja e tij nuk është një akt formal, por një hap që synon të nxjisë një proces të thellë rinovimi në Partinë Demokratike. Ai nënvizon se partia duhet të riorganizohet në çdo nivel për të ndërtuar një strukturë më efikase dhe më afër qytetarëve. Për të ndërtuar një parti demokratike më të fortë, është e domosdoshme që partia të fillojë një proces të thellë riorganizimi, i cili duhet të përfshijë çdo nivel të saj. Ky ndryshim nuk duhet parë si një akt formal, por si një proces i thellë rinovimi që sjell progres për partinë dhe shoqërinë. Deputeti demokrat ka kërkuar që përfaqësuesit e Partisë Demokratike të jenë më aktiv në terren dhe më pranë zgjedhësve, duke theksuar se besimi i qytetarëve duhet të fitohet vetëm me angazhimin real dhe komunikim të drejtpërdrejtë me ta. Në reagimin e tij, Leskaj ka dalë hapur kundër qëndrimit të Sali Berishës për reformën zgjedhore, duke u shprehur në favor të një sistemi me lista 100% të hapura dhe kundër idesë së një parlamenti me 2 dhoma. Nuk mund të ketë zhvillim të vërtet ekonomik nëse nuk do të ketë sistem zgjedhor të konsoliduar me fokus në lirinë e zgjedhjes, koalicionet parazgjedhore dhe lista plotësisht të hapura. Jam kundër idesë së parlamentit me 2 dhoma, sepse kjo do ta bënte sistemin më të ndërlikuar dhe më pak përfaqësues për qytetarët. Në përfundim, Bujar Leskaj kërkoi që Partia Demokratike të kthehet në një alternativë të qartë politike të mbështetur në projekte konkrete dhe vizion të ndryshëm. Partia Demokratike do duhet të dalë para qytetarëve me ide, me programe të matshme dhe me një frym bashkëpunimi që e bën atë realisht alternativë qeverisëse.